Përshëndetje, sot do të flasim për atë që mund të bëjmë për kujdesin e plagëve tona pas operacioni. Pasi të dalim nga spitali dhe të kthehemi në shtëpi, dua t'ju flas për disa teknika të vogla të mjekimit, që duhet të bëjmë për të parandaluar infektimin dhe inflamacionin e plagëve tona. Çfarë materialesh mund të përdorim? Së pari, dua të flas për materialet që përdorim. Duhet të kemi patjetër doreza për të qenë të pastra dhe sterile. Garzat tona janë beze të vogla që do të përdorim për të fshirë plagën. Na duhen beze të pastra sterile. Para se të pastrojmë plagën, hedhim solucionin që quhet betadin, povilion iate mbi garzën tonë. Pasi ta hedhim në mënyrë të gjerë, e mbledhim në skajin e garzës sonë. Fshim rrethin e plagës në mënyrë të gjerë në formë rrethore. Këtë e aplikojmë në të gjitha plagët tona. Nëse dëshironi, mund të prisni të thahet dhe ta lini hapur pas 3-5 minutash. Ose, nëse ndiheni të shqetësuar nga mbajtja e plagës hapur, mund ta mbulojmë plagën me një fasho. Sa shpesh duhet ta bëjmë? A ta bëjmë çdo ditë? A duhet ta bëjmë çdo ditë tjetër? A ta bëjmë çdo 3 ditë? Kriteri këtu është ky. Pasi të kemi bërë pansamentin, e kemi mbuluar plagën me fasho. Mund ta kontrollojmë çdo ditë. A ka ndonjë ndotje të dukshme në fashë? Nëse ka ndotje, duhet ta ndryshojmë. Kjo mund të jetë çdo ditë, mund të jetë çdo 2 ditë, ose nëse ndotet çdo 3 ditë, mund të jetë çdo 3 ditë. Kjo periudhë e pansamentit duhet të vazhdojë për një javë deri në 10 ditë. Pas një jave ose 10 ditësh, nëse plaga është e pastër. Skuqje, rrjedhje dhe ënqje në çdo plagë. Nëse jo, atëherë nuk ka më nevojë për pansament. Ka disa çështje të rëndësishme që rekomandojmë për të lënë më pak shenja në plagët tona. Njëra prej tyre dhe, ndoshta më e rëndësishmja, është përdorimi i kremit për reduktimin e shenjave të plagëve. Këto ndihmojnë që plagët të shërohen më bukur dhe me më pak shenja. Së dyti, përdorimi i kremit të diellit. Kjo parandalon ndryshimet e ngjyrës që mund të ndodhin në shenjat e plagëve. Për 6 muaj, ne rekomandojmë që çdo ditë të aplikohet fillimisht kremi për shërimin e plagëve dhe mbi të një krem mbrojtës nga dielli. Mund të ketë pacient tek të cilët shenjat e plagëve shërohen në mënyrë të tepruar. Organizmi i tyre mund të jetë më i prirur për këtë. Tek këta pacient, rreth 3-4 muaj pas procedurës kirurgjikale. Nëse ka një shërim të tepruar me fryrje në plagë të tilla, ne rekomandojmë aplikimin e lazerit tek ky pacient. Këto janë çështje të rëndësishme për kujdesin e plagëve pas operacionit.